Unë mendoj që Vllaznia është aty, megjithatë normalisht ka vuajtur sidomos tek pjesa e mbrojtjes, pra aty nuk e ka atë ekuilibrin e duhur, fazën defensive, por mendoj që edhe në pas të formulës i ka gjitha shanset, edhe për vetë klubin që është do ta meritonte, ta fitonte, pra edhe për atë tifozëritë zjarrt që ka, megjithatë e shikoj në të njëjtin nivel me Dinamo dhe Partizanin. Sa shanse kanë Shkodranët që fitojnë kampionatin? Unë mendoj që i kanë, pothuajse të katra skuadrat i kanë barabarta, se një hap të lehtë ka Egnatia, por vetë formula me një ndeshje, po të zgjidhet në mënyrën e duhur, strategjia e duhur nga stafet, mund edhe të arrijë një objektiv. Për shembull që Vllaznia i ka gjitha mundësitë, sepse sidomos vjen e parë sulmit e ka shumë mirë dhe mes fushën. Nëse do të jetë reparti i mbrojtjes. Do vinë dhe tifozët Vllaznisë do e mbështesin në Final Four. Besoj shumë njerëz do vinë nga Shkodra. Është edhe një plus bonus emocional, pra një tifozëri siç është ajo e Vllaznisë, Shkodranët e meritojnë një kampionat. E kuptoj.